Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, se ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me Eliona Binjakaj dhe Klodianin. Ju tashmë e dini që dyshja të cilët u njohën dhe nisën rrugtimin e tyre të bukur të dashurisë brenda shtëpisë së Big Brotherit, po i japin pak më shumë seriozitet emocioneve dhe po marrin një rrugë më të bukur në jetën e tyre. Për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Ato të dy u fejuan dhe tashmë marrëdhënia e tyre është shumë marrëdhënie serioze. Të gjithë më kanë pyetur se Tiron çfarë mendon, a mund të jetë Klodi pjesë e Big Brother VIP Albania në edicionin që vjen. Eliona, pasi që kanë shumë klikime, janë shumë të dashur për publikun dhe tashmë edhe publiku e ka kuptuar këtë strategjinë e reality show, do me thënë marrin personazhe të cilët janë të klikuar, personazhe të cilët janë të ndjekur, të dashur për klikime etj. Jo, Klodi dhe Eliona kanë një kontratë të nënshkruar në televizionin Klan, me patjetër që televizioni Klan është televizioni i cili i ndërtoi, i krijoi, i bëri me këtë famën që ka dhe normalisht do t'i përdorte për interesin e tyre, si gjithmonë. Dhe pyetja që më së shumti shtrohet se ku do t'jenë të pozicionuar. Nga informacione që kam unë, Klodi dhe Eliona do t'jenë me pozicion tek Supernova, një show i cili është i ndërtuar në sezonin e saj të dytë që do të vijë këtë verë, do me thënë është një show i ngjajshëm me She's on Top, ku Klodi dhe Eliona me patjetër që do t'jenë në këndin e juris, për të dhënë mendimet, për të dhënë vlerësimet, për të dhënë atë rrugtimin e tyre kundër drejt atyre vajzave që do t'jenë pjesë e Supernovës. Nga informacione që kemi ne, Klodi dhe Eliona e kanë pritur me shumë dashuri këtë ftesën. Do t'jenë pothuajse çdo javë pjesë e ekranit, do ta shijojnë momentin, besoj që do ta përdorin si rrugtim dhe kjo tregon që të mirat në jetën e tyre tashmë ka nisur të vinë, domethënë Big Brother ju ndihmoi shumë për të gjetur rrugë, për të ndërtuar ëndra dhe për të qenë prezent në media, që realisht është një sfidë e madhe dhe një luftë shumë e madhe për të qenë pjesë e mediave shqiptare. Do me thënë, Klodi dhe Eliona, si një nga çiftet më të bukura të këtij Big Brotherit, do t'jenë pjesë e Supernovës, një reality show që pritet të startojë shumë shpejt.